Pas ndarjes, Bes Kallaku mbulon tatuazhin që ja dedikoi Gjensila Myrtezajt. Prej kohësh, martesa mes aktorit e këngëtarit të njohur Bes Kallaku dhe këngëtares Gjensila Myrtezaj ka marrë fund. Pas një historie të gjatë dashurie dhe një martese që dikur u konsiderua ndër më të dashurat për publikun shqiptar, dysha kanë vazhduar në rrugë të ndara. Megjithatë, së fundmi, një detaj i vogël por domethënës ka rikthyer vëmendjen te ky ish çift. Besi, i cili dikur kishte bërë një tatuazh dedikuar Gjensilës, ka vendosur të mbulojë një pjesë të tij, duke lënë pas edhe në mënyrë simbolike atë që dikur ishte një dëshmi dashurie. Tatuazhi, ku shkruhej BH, inicialet e emrave të tyre, është ndryshuar. Shkronja H është mbuluar me ngjyrë të zezë, duke mbetur vetëm shkronja B. Ky veprim nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit në rrjetet sociale, të cilët e kanë interpretuar si një shenjë përfundimtare të mbylljes së një kapitulli emocional, jo vetëm në jetën publike të Besit, por edhe në atë personale. Duket se ai ka zgjedhur të heqë jo vetëm kujtimet, por edhe gjurmët fizike të një lidhjeje që tashmë është pjesë e së kaluarës. Ndërkohë, Myrtezaj ka vazhduar të ruajë një profil të qetë dhe të rezervuar në raport me jetën private. Për të dy, duket se rrugët janë ndarë qartë dhe me respekt, ndërsa publiku vazhdon të ndjek me interes jo vetëm projektet e tyre artistike, por edhe detajet simbolike të jetës së tyre personale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.